Në kuptimin më strikt, Kreshma e 40 ditëve mbaroi të premte në darkë. Dhe kemi 2 ditë festive për të filluar javën e madhe, ku kreshmimi bëhet akoma më i madh dhe përqendrimi shpirtëror është akoma më intensiv. Po përse kisha pikërisht ka vendosur përpara fillimit të javës madhe, ku kemi pësimin e Zotit, kryqëzimin dhe në fund ngjalljen, ka vendosur këto 2 ditë festive, sepse këto janë shumë të rëndësishme për të kuptuar. E para është e shtuna e Lazarit, një ditë shumë e rëndësishme, dhe një fezë shumë e rëndësishme në kishën tonë, sepse nëpërmjet ngjalljes Lazarit, Zoti tregoi fuqinë e tij mbi vdekjen, siç thonë dhe troparët e kishës. Dhe ishte një profeci në veprim për treguar ngjalljen e vetë Zotit dhe një shenjë e ngjalljes të gjithë njerëzve në ardhjen e dytë të Jesu Krishtit. Dhe fitoria mbi vdekjen është një fitore jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse duke mundur vdekjen, mundi gjithçka që është e ligë. Vdekja është armiku më i madh i gjithë njerëzve. Çdo njeri e ka frikë vdekjen. Vetëm njerëzit që jetojnë në Zotin nuk e kanë më frikë, sepse tek Zoti nuk ka të vdekur. Padyshim që vdekja është një goditje shumë e rëndë, sepse e ndan personin njerëzor, ndan shpirtin nga trupi. Dhe kemi përsëritur shpeshherë që në kishën ortodokse është një thënie shumë e rëndësishme, që thotë një trup pa shpirt është një kufam, dhe një shpirt pa trup është një fantazëm. Njeriu është trup edhe shpirt së bashku, dhe ngjallja e Zotit ishte trup edhe shpirt së bashku, dhe duke mundur vdekjen, mundi thelbin e të keqes tonë, e pastroi njeriu nga helmi i gjarprit. Dhe e shtuna e Lazarit mbetet gjithmonë një e shtunë shprese, sepse Zoti e mundi vdekjen. E ditën e sotme, që në gjuhën popullore njihet më shumë e diela e dafinave, është hyrja triumfale e Zotit në Jerusalem. Po triumfale jo në kuptimin e jashtëm. Zoti nuk erdhi siç hynin dikur në atë kohë kur vinin mbretërit ose perandorët, sidomos mbasi kishin korrur një fitore kundër të tjerëve armiqve, hynin me kuaj, me qerre, me zhurmë, edhe me një krenari të jashtëzakonshme. Zoti nuk hyri në Jerusalem në këtë formë, hyri ndryshe, hyri i hipur mbi një pulisht gomari. Dhe njerëzit nga entuziazmi i madh, mbasi kishin mësuar që kishte ngjallur Lazarin dhe fama e tij ishte përhapur në Jerusalem, e kuptuan që ky duhet ishte Mesia, shpëtimtari që ata prisnin. Mesia, hebraisht Meshia, ka kuptimin i lyeri, e njëjta gjë që është përkthimi në greqisht Kristos, që do thotë i lyeri nga Perëndia me vajin e shenjtë. Dhe ata prisin një lloj Mesie tjetër, prisin njërin që do vinte të shironte nga zgjedha romane dhe të kishte një shpirt luftarak për t'i mundur ato, pa kuptuar që mbretëria e Krishtit nuk ishte një mbretëri e kësaj bote, ishte një mbretëri e thellë shpirtërore. Zoti nuk erdhi për të ndryshuar botën nga jashtë, po për të ndryshuar nga brenda. Dhe ne e dimë shpeshherë që çfarë do lloj reformash që të bëhen ekonomiko-shoqërore, janë bërë me qindë revolucione, përmbysur sisteme, ardhë sisteme tjera, përsëri e keqja ka vazhduar, sepse nëse nuk ndryshon njeriu, çfarë do lloj reforme të bëjmë ne? Çfarë do lloj shoqërie të ndërtojmë? Nuk do ketë drejtësi, e keqja përsëri do të triumfojë. Nëse nuk pastrohet zemra e njeriu nuk mund të ndryshojë. Prandaj dhe Zoti, duke qenë mjeku më i mirë i shpirtrave, e di se si mund të shoqërohet, si mund të shenjtërohet njeriu, e si mund të shërohet ai, duke hyrë nga brenda. E mbretëria e Krishtit është një mbretëri shpirtërore dhe e thellë. Krishti erdhi i përulur, duke ju treguar gjithë njerëzve që për të hyrë në këtë mbretëri nuk hyhet me krenari. Krenarët nuk mund të hyjnë në mbretërinë e qejve, sepse krenarët kanë një shpirt kundërshtues, mburravec, merren me tjerët, nuk merren me veten. Vetëm njerëzit që janë të përulur merren me veten. E duke u marrë me veten, ata fillojnë dhe pastrojnë zemrën e tyre, e duke pastruar zemrën e tyre, hapin rrugën e mbretërisë.
e djela e dafinave pikërisht kjo gjë është, që ne të njohim Krishtin si mbretin ton. Dhe si e njohim ne Krishtin si mbretin ton? Duke vëzhguar zemrën ton thellë. A mbretëron Krishti në zemrën ton, apo mbretërojnë forcat të tjera? A është zemra jonë e pastër? A kemi në çmira, xhelozira, inate, mërira? Nëse kemi këto gjëra, nuk është Krishti që mbretëron në zemrën tonë. Edhe në kryq, Zoti, mbasi e kryqëzuan, e poshtëruan, e tallën, nuk u hakmor, po tha fali o atë se s'din çfarë bëjnë, sepse zemra pastrohet duke e kapërcyer hakmarrjen, inatet, zemërimet, dëmërit. Mëshira e Perëndis e kapërcen drejtësinë e zakonshme të njerëzve. Ju kam treguar një herë një histori nga shën Isak Siriani, një mjeshtër i madh i jetës shpirtërore dhe një shenjtë i madh i kishës tonë. Një nga psikologët ndoshta më të mëdhenj të jetës shpirtërore që ka ekzistuar ndonjëherë. Ai provokonte nxënësit e tij duke i thënë këto fjalë. Ju mendoni që Perëndia është i drejtë? Po i përgjigjeshin ato. Ky i thonte jo, ata shtangeshin. Si Perëndia mos është i drejtë? Dhe vazhdonte fjalët. Nëse ai do ishte i drejtë, unë dhe ju do ishim në ferr. Zoti është zëmërdhëmshur. Gjë që do thot mëshira e Perëndisë ka përcen drejtësinë e njerëzve. Prandaj dhe Zoti i thot apostujve të tij, nëse drejtësia juaj nuk e ka përcen atë të farisejve, nuk do hyni në mbretërinë e qejve. Dhe mbretëria që inauguroi Zoti të diel që ne përkujtojmë, është pikërisht kjo mbretëri, një mbretëri e paqes e një mbretëri shpirtërore, duke ardhur si i përulur, dhe jo me zhurmë, me forcë dhe me krenari e duke u mburrur. Fitoria e vërtet ishte pikërisht kjo gjë, duke hyrë në mbretërinë e Zotit në mënyrë të përulur. Kjo është fitoria më e madhe në histori. Dhe kisha i përmend këto dy ngjarje të mëdha, si ngjarjen e Lazarit dhe hyrjen e Krishtit si mbret në Jerusalem, pikërisht për të na përgatitur ne për javën e madhe. Nëse ne javën e madhe, që është java e pësimit të Krishtit, do e ndjekim të gjithën, çdo episod, padyshim që shpirti i njeriu do ligështohet, kur do shohë fuqinë shkatërruese të keqes, që e sulmuan Krishtin, ndonse s'kishte asnjë faj në të. Në fund fare e tallën, e poshtëruan, e ranë, edhe e kryqëzuan. Por ne nuk e shikojmë vetëm këtë dimension, e shikojmë një dimension akoma më të thellë. E shikojmë që kryqi që mori Zoti për shpëtimin ton ishte pikërisht instrumenti për të na shëruar e çliruar ne. Dhe e njëjta gjë duhet të bëjmë dhe ne. Zotin ne nuk mund ta integrojmë në jetën tonë, sepse Perëndia nuk integrohet dot. Ti nuk mund ta presësh copa të vogla dhe të marrësh vetëm një pjesë. Zoti vetëm mund të imitohet. Prandaj dhe rruga e shpëtimit që bëri Zoti është një rrugë për gjithë secilin nga ne. Prandaj na thotë që kushdo që do vi pas meje të marrë kryqin e tij e të më ndjeki pas, sepse vetëm nëpërmjet kryqit ne mund të arrijmë shërimin shumë të madh. Ky është misteri i kryqit. Një instrument i tmerrshëm vdekje që ishte shpikur nga fenikasit, Zoti e ktheu në instrumentin e jetës, në pemën e jetës, sepse dashuria është më e fortë se e keqja, shumë e fortë se urrëtia. Dashuria dhe dhëmshuria që ka Perëndia është ajo që mundi botën e të keqes. Prandaj të dielën e sotme ne kujtojmë këtë ngjarje për të na përgatitur për javën që do vi pas. E le ta kemi gjithmonë ndërmend që mbretëria e Zotit është e pranishme. Zoti nuk është vetëm thjesht në një pikë të largët historisë ose në një vend, është gjithmonë i pranishëm. Duke hyrë Krishti në Jerusalem si mbreti, etrit e kishës e kanë krahasuar Jerusalemin si zemrën e njeriut. Gjë që thotë, nëse ne do e pranojmë Krishtin e përulur, do pranojmë kryqin e tij, padyshim që do shijojmë edhe ngjalljen, sepse nëse nuk kalojmë nëpërmjet përulësisë, nuk mund të realizojmë dot këtë gjë. Siç përmenda pak dhe më parë, mendja krenare nuk mund të hyjë në mbretërinë e paqes edhe të dhëmshurisë së Zotit. Krenari gjithmonë do bëj luftë me të tjerët. Pse ndodhin kaq shumë luftra në botë sot? Pikërisht nga këto, egoizmi, ambicjet personale, interesat të ndryshme, që vinë pikërisht nga mendja krenare. Nëse do kishte mendje paqëtore, padyshim që nuk do kishte luftra, e do kishte paqe ndërmjet njerëzve. Zoti thot,
Të lumë ata që janë paqebërës, sepse do quhen bijtë e Perëndisë. Dhe nuk thot vetëm thjesht lumë ata që janë paqëtorë. Thjesht paqëtorë shumë mirë, po thot paqebërës, diçka akoma më tepër. Ne nuk mjafton vetëm të jemi njerëz të paqë, po duhet ta përhapim dhe paqen, e të përpiqemi për të hapur paqe, sepse mbretëria e Zotit është një mbretëri e paqes. Dhe ungjilli i Zotit është një ungjill i paqes. Edhe në letrën e Shën Pavlit ne e përmendëm këtë sot, që thot paqja e Perëndisë që ka përcen çdo mendje. Nëse do kemi këtë lloj paqe në shpirtin tonë që vjen vetëm nga përulësia, padyshim që do ndjejmë një gëzim jashtëzakonisht të madh. Në letrën e Shën Pavlit sotëm kisha nuk e ka vënë rastisht, kur thot gëzoni për gjithçka në Zotin. Çdo thot kjo gëzoni për gjithçka në Zotin. Nëse ne do gëzohemi vazhdimisht në gjithçka për Zotin, nuk do harrojmë Zotin, sepse një mendje e njeriu të harron Perëndin. Vetëm një mendje që ka falënderimin, e gëzohet në Zotin, e ka Zotin gjithmonë të pranishëm. Prandaj këtë të dielën e dafinave, që në mënyrë simbolike shpërndahet dafinët, duhet kemi parasysh këtë gjë, që duhet përgatitemi për të pritur në zemrën tonë mbretin e përulur. E mbreti i përulur që hyn në Jerusalem është pikërisht ai që krijoi qiellin edhe dheun, është Zoti i gjithfuqishëm, sepse Zoti vjen në këtë formë, vjen në mënyrën e përulur në zemrën tonë. Është dashuria, dhëmshuria dhe përulësia ato që e hapin dyert e qiellit. Nëse ne nuk do jemi të përulur, nuk mund të takojmë dot Zotin. E ne nuk mund të jemi të përulur se ne do kuptojmë që ne nuk jemi të denjë për shumë gjëra. Një mendje krenare mendon se është i drejtë, se është i denjë, se i takojnë të gjitha. Njëri i përulur e njëri i shenjtëruar i njeh dobësitë e tij dhe ka shpresë që shpirti i shenjtë do mbushi gjithë dobësitë e tij, e do mbushi tërë zbrastësinë e tij. Dhe kjo është jeta e thellë shpirtërore e krishtërimit. Në këtë ditë ju uroj të gjithëve gëzuar këto 2 ditë e të kemi parasysh në javën që do vi, çfarë do gjë që do përjetojmë, sepse ne nuk thjesht kujtojmë ngjarje, ne i përjetojmë ato ngjarje. Ky është misteri liturgjik. Liturgjia nuk është vetëm thjesht përsëritja e një diçkaje, është përjetimi i asaj gjëje. Vetëm duke pasur parasysh që Zoti e mundi vdekje, edhe ai është mbreti ynë, ne mund ta përjetojmë javën e madhe dhe mund ta ndjejmë thellësisht ngjalljen e Zotit. Amin.